Atëherë kur na vijë sprova edhe të lashja, atëherë do të pas mendimin më të mirë për Allahun e Madhërisht. Sepse vetë Allahu thon Kur'an: "Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf", ne do t'ju sprovojmë juve me diçka prej frikës. Është e pamundur me jetu robi e mos më friksuar ndonjëherë nga diçka e zakonshme jetës së kësaj bote. Wal ju', edhe me uri do t'ju sprovojmë. Jo gjithmonë ka më na shku jeta me pasi. Jam i bindur që secili prej nesh tu ka pas periudha të vështira të jetës, ku s'ka pas ushqim të mjaftueshëm, ose s'ka pas mundësi me i përmbush gjitha nevojat jetësore, që ndaj vetes apo ndaj familjarëve të tij. Amo ai e bin që Allahu s'ka braktisë, sepse ka ardhur lehtësimi, ka ardhur me një zgjidhje. Madje ndoshta na ka ardhur zgjidhja atë kur nuk e kemi prit fare, s'na ka marrë mendja. Kjo është ajo që Allahu ka dashur me i thon Muhammed Mustafas, edhe neve gjithashtu, se është krejtësisht normale mos provu ndonjëherë edhe me kësaj lloj situate, me kësaj lloj gjendje të mërzisë, plagështisë, dobësisë, sepse jemi njerëz. Wa naqsi min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat, do të provojmë edhe me paksim në pasuritë tuaja, në jetët tuaja. Allahu ta merr dikon për familjes, çysh ta ka dhënë ta merr, secilit për nesh mund më na ndodh kjo. Wath-thamarat, edhe të lashtat ti pakson Allahu, ke pas shumë, ti pakson Allahu, të provon. Për Allahu çfarë thot? Wa bashiri s-sabirin. Përgëzoi durimtarët. Alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ata të cilët kur ata i godet ndonjë fatkeqësi, çfarë thon ata? Cila është çësia e tyre me Allahun e Madhërisht? Është çësia më e mirë e mundshme. Ne jemi të Allahut, ai do të kthehemi. Pra çdo gjë që ne kemi sot është prej Allahut. Dhe çdo gjë që ne sot e posedojmë do t'i kthehet Allahut. Do t'i kthehen jetët tona, si është fjala me pasuritë tona, me familjet tona, me statuset tona, me arritjet tona, me karrierat tona. Dhe për këtë arsye Allahu çfarë thot në fund të këtyre ajeteve të mrekullueshme? Ulaika alehim salawatun min rabbihim wa rahmah. Të këtillëve Allahu u ka përcaktuar lëvdata dhe bekime të mrekullueshme. Salawat në këtë rast janë edhe lëvdata, por edhe bekime. Nga ana e Allahut për këta besimtar, wa rahme, edhe mëshirë speciale. Wa ulaika humul muhtadun, dhe të këtillat janë të udhëzuarit. Pra është krejtësisht normale me u sprovu, me u paksu në pasuri, në familje, në karrierë, me na u vështisu ndonjëherë situata jetësore, por kur nuk është normale me mendu se Allahu na ka braktisë, sepse Allahu kur nuk e braktis robën e tij të sinqert. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allahu ty ka më dhënë derisa ti të kënaqesh, derisa ti të kënaqesh.